Një shtetas australian i rrëmbyer 15 muaj më parë nga një grup i lidhur me Al-Qaeda në Filipine është liruar, e ndërsa në pamje të para i duket i dobësuar. Warren Rodwell u lirua ditën e shtunë në afërsitë të qytetit Pagadian në jug të Filipineve, kanë komunikuar autoritetet lokale. Rodwell është rrëmbyer nga militantët e grupit Abu Sayyaf në vitin 2011 dhe ishte shfaqur gjallë për herë të fundit në një video të postuar në një rrjet social në muajin dhjetor. Abu Sayyaf konsiderohet lëvizja ekstreme më e vogël, por më radikale që vepron në jug të ishujve aziatik. Ministri i jashtëm australian Bob Kerr mirëpriti lajmin duke thënë se lirimi kishte qenë rezultati i përpjekjeve të autoriteteve nga të dyja vendet. Qeveria filipinese kishte rol kryesor në këtë çështje dhe ajo meriton përgëzime për përpjekjet e palodhshme për lirimin e Rodwell, deklaroi ministri Kerr. Ai shtoi se Rodwell është transferuar në një lokalitet të sigurt dhe se fokusi tani është rekuperimi shëndetësor i tij. Australiani që drejtonte një dyqan me bashkëshorten e tij në qytetin bregdetar të Filipineve Ipil ishte rrëmbyer në dhjetor të vitit 2011.